Kinolli, zotëri Sejnur Veshall, e zotëri Ergjan Galushin nga komuniteti Rom. I kemi edhe partner tonë nga Alternativa, por që u bë kështu puna si kafe me ti. Po, tash jemi në fazën e dytë. Kushtrem? Është balotazhi. Pavarësisht pretendimit nga kundër kandidati që nuk do të ketë balotazh, ka balotazh, është rend i ri, janë rregullat e reja, dhe natyrisht është koha kur ndërlidhen edhe marrëveshjet ndërmjet partive politike, që për bazë fillimisht kanë edhe parafrimin programor mes vete për me paraqit një alternativë qeverise, pastaj natyrisht edhe secili ndarjen e pushtetit me qëllim që me materializu, do thot, atë vizion edhe atë program të përbashkët. Kemi arritur që deri më tani lidhë marrëveshje bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik, zotëri Zafir Berishën, me zonjën Emilia Regjepi nga NDS, me kryetarin e degës AK-s në Prizren zotëri Besnik Krasniqin, kemi bashkëpunim me Alternativën, kemi bashkëpunim me zotërin Kinolli, zotërin Galushi, dhe natyrisht synojmë që ditët në vijim të arrisim këtë bashkëpunim edhe me subjekte tjera, me qenë se Prizreni marë parasysh specifika që i ka, veçantin që i ka, e di që krejt komunat këtë kandidat të tjera në atë veçantine e vendit ku vinë, por Prizreni me të vërtetë është specifik. Ka rajonet të ndryshme, kulturat të ndryshme, etni të ndryshme, besime, dhe unë konsideroj që këto do të reflektojnë edhe në marrëveshje politike ku synim kanë edhe pushtetin apo bashkëqeverisjen në 4 vitet e ardhshme. Megjithatë, kësaj radhe ka një ndryshim tek përqasja e lëvizjeve vendosje në raport me garën zgjedhore në zgjedhjet lokale. Tani vendosja duket më e hapur për sa i takon ndërtimeve të bashkëpunimeve ose të koalicioneve në raport me herën e kaluar. Pse ndodh ky ndryshim? Do t'ja bësh, është për shkak të specifikës natyrisht veçantive që i ka komuna e Prizrenit si një qytet me shumë kolor etnik dhe kulturor, apo ka diçka tjetër që natyrisht nga e kaluara ju mëson që të mos e bëni ato që ka ndodhur në të kaluarën dhe t'jeni më afrues pavarësisht shembull situatës edhe betejës politike në rrafshin qendror, gjithsesi të fokusoheni në kontekstin lokal. Po, kështu, ne jemi një subjekt i ri politik, si vendosje. Po du me thonë me këto që na... Si jeni bashkë të ri ta mandorë? Jemi, tash për parë kemi marrë pjesë nga në lokale në 2013. Po, është vërtet. Me thonë, në 10 vjeçar, nuk është se... thonë je shumë i vjetër. Edhe vazhdimisht kemi mësu, do të thotë. 12 po i bje, a? 12 vite. 12, po. Edhe vazhdimisht ne kemi mësu nga rezultate që nuk kanë qenë të mira. Nuk ka qenë sekret që deri më tani lëvizjave vendosje, nuk është se është ka dalë mirë në zgjedhje lokale fatkeqësisht. Po ne po mësojmë vazhdimisht. Edhe po e kuptojnë që çdo komunë ka specifikat e veta. Edhe realisht lëvizja vendosje krejt çka po bën është po e respekton funksionimin e saj të brendshëm, rregullin e funksionimit të saj të brendshëm, ku qendrat e vendosjes gjithandej nëpër Kosovë kanë një autonomi të vendimarrjes kur bie puna tek çështjet lokale. Natyrisht për çështjet qendrore është tjetër rand. Edhe unë se ky është debati, pse funksionon bashkëpunimi